Përshëndetje dashur miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në ekranin e Report TV, ku dhe sot do të jemi rreth 60 minuta në transmetim për të vazhduar historinë me një 37 vjeçari nga Elbasani, Bukurosh Ruda, i cili vetëm përpara 24 orëve ishte në studion e emisionit Pa Gjurmë dhe tregoi historinë e tij të dashurisë me bashkëshorten e tij, një martesë e lumtur, le të themi 7 vitet e para, dhe më pas nisën konfliktet në momentin kur ata u bën prindër dhe sollën në jetë djalin e tyre, i cili sot është 4 vjeç. Bukuroshi ndodhet sërish me mua në studio, më njëherë dua ta përshëndes. Përshëndetje Bukurosh. Përshëndetje, kënaqësi ime. Kemi sërish juristen Exhi Beqiri. Përshëndetje Exhi dhe mirë se erdhe. Përshëndetje Odeta. Jemi bashkë për të vazhduar historinë aty ku e lam 24 orë përpara në studion e emisionit Pa Gjurmë, ku Bukuroshi tregoi si ishte një orë me nënën e djalit dhe tregoi dhe momentin e fundit shkakun e divorcit, pse arritën pas 10 viteve martesë të divorcoheshin. Por për të gjithë ata që nuk na kanë ndjekur dhe nuk e njohin historinë e Bukuroshit, gazetare ime Klaudia ka përgatitur një material për të kuptuar se çfarë ndodhi dje në studion e emisionit Pa Gjurmë dhe rikthehemi për të vazhduar historinë, pasi ditën e sotme ne do të japim dhe momentin ku gazetari ime Klaudia para ditën e sotme ka udhëtuar drejt qytetit të Elbasanit për të trokitur tek dera e bashkëshortes Bukuroshit për të mësuar edhe sigurisht përgjigjen e saj. Por ndjekim fillimisht historinë dhe rikthehemi. Një betejë gjatë ligjore dhe emocionale ka përfshirë një çift të divorcuar nga Elbasani, ku në qendër qëndron fati një djali të mitur 4 vjeçar. Babai i tij Bukurosh Ruda pretendon se ish bashkëshortja Gjiljola nuk është e aftë të kujdestet për fëmijën, pasi sipas tij ajo ushtron dhunë fizike dhe psikologjike ndaj të birit. Më pas i nini kur vjen momenti që Gjiljola ngel shtatzan, aty kam vëretur vetë me fjali diçka që Gjiljola, si thosh, një ndryshim. Aja ndryshoj në pjesën që të sjelljes? Të sjelljes, edhe po mundoshe të mbylleshe. Isha unë që i pjatë dashuria koma më të madhe. Me djalin si ishte ato 2 muaj? Shumë i vakët. Prandaj? Shumë i vakët. Ka vendosur dhe mikja ti që i gjirin, duke parë dhe gjendjen e saj të rënduar. Dhe me djalin kam qanune që jam marrë që në momenti i lindjes. Pra ju e të shuat bashkëshorten tek një mjek psikiatër? Jo, nuk është pranuar nga ana e familjarëve të Gjiljoles që ne të çojmë Gjiljonin te një mjek psikiatër. Në një përpjekje për të qetësuar dhe për të shmangur konfliktet, Gjiljola udhëtoi drejt Italisë për 10 ditë, por kthimi i saj nuk e përmirësoi gjendjen, përkundrazi, tensionet mes çiftit u thelluan. Bukuroshi rrëfen në studio takimin e tij me ish bashkëshortën dhe ish vjerën, një takim që degeneroi në bërplasje fizike dhe sipas babait, ai u dhunua fizikisht. Pak orë më vonë, policia e thërret Bukuroshin në komisariat, pasi Gjiljola e akuzonte për dhunë. Kalojmë të ikim shtëpi. Okej, dakord. I jap vjerës, ish vjerës me fjalë, i jap djalin. Kur shikoj djalin e kishte zhvesh ish bashkëshortja, me fjalë vetëm me badi, se edhe fëmia kishte filluar të dridheshe. Shumë çaj të bëhet, shumë nëse mund ta bëj. Shumë futa ndërmjet kësaj dhe djali, po pa e prekur Gjiljola. Në momentin që po vishja unë djalin, pse nuk i shkoj Gjiljoles, Gjiljola u agresua dhe hapi krahun dhe t'i juj djali, sepse unë në këtë pozicion, nëse bëjmë, sepse bëra unë lëvizjen, në atë moment që hapi krahun, unë e pash, dhe pafa kam bërë në pjesën kështu. Dhe ju gjuajti juve? Kam hangë dhe disa grushta mas koke, me gjatë, të grushta kanë ardhur në ish vjera, sepse ishin në pozicion aty mbrapa ishe ish vjera. Që ta kuptojmë qartë, lutem Bukurosh, pra ish nusja të goditi dhe nëna e saj të goditi dhe të dyja të goditën. Pikërisht. Mesditën e sotme, stafi i emisionit Pa Gjurmë ka udhëtuar sërish drejt qytetit të Elbasanit, këtë herë për të dëgjuar versionin e Gjiljoles dhe familjarëve të saj për akuzat e ngritura ndaj tyre. E dëgjuat nga materiali, në fakt kjo është një pjesë e historisë që Bukurosh Ruda deklaroi në studion e emisionit Pa Gjurmë. Dhe për ta vazhduar historinë, tregove shkakun e divorcit që ishte dhuna që ushtruan ndaj teje dhe përfunduat në polici. Në polici. Dhe çfarë ndodhi më pas? Pas ngjarjes, ne kemi shkuar, sikur se e tham dje, që ne kemi shkuar në shtëpi. Shkuam në shtëpi të dy palët. Vetëm
Të lutem, dua ta them që në fillim të programit, koha televizive fluturon. Patjetër. Dhe nëse do t'i jepni të gjitha detajet, do na duhet një javë të trajtojmë vetëm historinë tuaj, që më mirë kupto. Na tregoj gjërat kryesore. Përfunduat në polici dhe çfarë ndodhi? Çështja kaloi në gjykatë. Më telefonon policia Po, dhe më thotë, hajde të paraqitesh në komisariat. Polici flet në një mënyrë arrogante, duhet paraqitesh patjetër, thash kam djalin e kam në dorë, thash unë, po sa i hoqa biberonin, thash. Dhe për këtë arsye, thash unë, është në gjumë e sipër. e qartë. Thot duhet vish patjetër, ndryshe thot vit marr aty me forcë, me dhunë, thash emrin si e ke, më prezantohet si Dorian Panganika. Po pak rëndësishme, të lutem. Ti shkove në polici dhe Shkova në polici. çfarë ndodhi? Në polici më thonë që në orën 23:50 jam gjetur lartë dhe më thotë që ti ke ushtru dhunë ndaj ish bashkëshortit. Pra, të kishte denoncuar bashkëshortja për dhunë. Kishte denoncuar. Thash, po, keni prova fakte? Sepse që të ushtrohet një dhunë, minimumi duhet kesh disa shenja. Një. E dyta punë, a dini ju që jeni në shkelit ligjit për arsye se Gjiliola ka shkuar në shtëpi? Dhe është në shtëpi, nga ka Gjiliola. Më thot, ne në intereson pjesa e kësaj thotë që ti ke ushtru dhunë. I tash bukurosh, do na duhesh të na tregoje çfarë ndodhi në komisariat, por nuk kemi kohë televizive. Si përfundim, Çështja kaloi në gjykatë. më vjedhi një firmë. Si ta vjedhi? Atëherë, se e vjedhi. Pasi marri deklarimin tim, Ti firmos. më japin letër i lënë tavolinë. Po. Në bisedë sipër, dikush që ishte një shef OPG-ja, një nga ato OPG-t, më të saktë, më të rej vërejtjen vëmendjen te, me fjalët që ti ke ushtru dhunë, ti ke bërë këtë, dhe OPG-ja që kisha përballë, Erion Çekrezi, fut një letër poshtë. Ajo letra ishe dhunë. Tani duhet jemi pak edhe. Nuk e kam lexuar për herë dytë. Por nga e Petisha i futi një fletë të dytë. Atë, ku e kam kuptuar? Në momentin që unë kam basi firmos ato letë, se dija që kisha firmos to që lexova. Po, Pra denoncimin tim se thaj do të vë paralel, thaj që po shkoj në gjykat, shkoni të dy për tani jorë. që ta inseroj Zonja Nexhi, kur një person shkon në polici për të dhënë një denoncim, firmos atë që ai ka thënë vetë. Tani, çfarë ke firmosur tjetër ti? Herë tjetër e kemi trajtuar. Po, dhe për të qenë e qartë. Ju jeni njeri me shkollë, natyrisht, edhe kush do që të tërheqë vëmendjen, ti do firmosësh pasi e lexon. Biles oficeri policisë gjyqësore që shpërball thot, të lutem thot, lexoje, unë po ta lexoj, po të duash, lexoje edhe një herë vetë dhe pastaj firmos. Kështu që nuk shkon ky arsetim. Megjithatë, për të mos u zgjatur shumë se nuk kemi këtë problem tani. Po, nuk është problemin e si ka vazhduar ose Jo, po dua ta pyes, çfarë ndodhi me këtë çështje? Gjykata çfarë vendosoi tani? Atëherë, pasi u fut kjo pjesa e letër, thot shpejt se do iki dhe shoh kamerën. Dhe ti i firmos. Dhe unë i firmosa, okej. Në mirë besim, duke qenë se ky kishte edhe një Gjykata të dënoi. Gjykata vendosi, pavarësisht se ka raport me kolegjion kryet 3 ditët, që jam shefur në gjyq, ku unë kam dalë në kryet 3 ditët. Pavarësisht se ka në gjyqin e... Ju arrestuat që në atë moment? Po, u arrestuat, kam nejtur 2 ditë, kam 2 ditë atje, kam krye gjyqin kryet 3 ditët, në kryet 3 ditët, mbasi kam krye gjyqin, kjo ka pas bërë një Çfarë vendosi gjykata? Na trego pak. Gjykata përfundimisht ka vendosur shpalljen fajtore edhe mua dhe të Gjiliolës. Kjo ka shku që dënësuse e ka përfundu dhënuse. Unë nuk e di akoma dhe sot për çfarë jam dënuar. Me çfarë u dënuat? Me çfarë u dënuat? Se ju e dini, akuza ishte dhunë. Për dhunë, në familje, dhunë fizike dhe psikologjike, në këto kohë që kam qenë arrest shtëpie. Të lanë të lirë? Ti dole i lirë me arrest shtëpie? Jo, kam qenë 14 muaj gjys arrest shtëpie. 14 muaj gjys arrest shtëpie? 5 muaj gjys në detyrim paraqitje dhe 1 muaj që kam pas... Por Gjiliola, e cila doli dhe e fajtore, me çfarë u dënua? Asaj u bë amnisti, për arsye se... Jo, s'ka amnistia. Amnistia kur bëhet për... Jo. Dhe zakonisht bëhet në festat e fund vitit 10 herë. Amnistin, edhe prill. Ndoshta jam unë gabim me termin, po. U amnistua nga prokurori duke qenë se kjo është nënta, ka fëmin, konvertim 2 vjet shërbim prove. Pra, të 2 u dënuat. Dhe themi, të 2 dolës fajtor për atë ngjarje. Që unë s'kam pik fajin bazuar në atë dosje. E keni ankimuar vendimin? Patjetër që po.
Ka marrë formë të prejë? Jo, është në Është akoma. Është Në rregull, atëherë nuk e diskutojmë më shumë, sepse do presim, domethënë, derisa zotëria ka pretendime, një gjykatë e apelit do të vendosi përfundimisht nëse ka qenë fajtor apo jo për kohën që ai ka qenë i privuar nga liria, qoftë me detyrim paraqitje ose dhe me arrest shtëpie. Ai moment ajo nuk u kthye më shtëpinë tënde dhe kuptohet që u ndat fizikisht me njëri tjetrin. Normalisht. Djalin kush e mbante, nëna apo ju? Djalin i adhan asaj, Po. i adhan ish bashortës. Po. Gjatë saj kohë unë kam nejtur 8 muaj e gjysmë, pa e parë djalin me sy, pa i një azanin. Pse nëna ta pengoi që ti ta takoje? Normalisht ma ka penguar dhe biles nuk linte as maman time, biles ka pas goxha dhunë nga ana policisë në pjesë që kanë ardhur në krye 2 ditë, ka ardhur për kontroll dhe kanë marrë mamën time 6 orë në komisariat dhe 4 orë vllajin me pretendimin se ka marrë mama ime bebilina dhe shampo, sipas Xhiliolës. Dhe kjo është goxha turp. Si ka marrë? Ka vjedhur, tha ajo. Ka vjedhur shampo e bebilina të djalit. Pra, konfliktet filluan të rëndoheshin më shumë nga kjo situatë. E dashur Nexhi, të lutem, dua të pyes. Në momentin që një çift ndahet fizikisht, jo ligjërisht, por nis procesi i divorcit, i cili mund të zgjasë 1 apo 2 vjet, dhe ndodh që nënat nuk e japin fëmijën të takoj babain, ju japin dhe përgjigje prit të vendosi gjykata, çfarë do të bëjë një baba i cili nuk ka pse të rrijë 1 vit apo 2 vjet, sa gjykata të vendosi kujdestarinë e fëmijës dhe të drejtat e takimit. Ky baba po deklaron që 8 muaj gjys pasi ajo iku nga shtëpia, nuk e takoi të birin sepse ajo nuk e linte. Nuk është hera e parë, po ka pafund raste kur nuk merr zgjidhje ky problem. Nuk merr zgjidhje problemi se si do takohen fëmia ose prindrit fëmijën e tyre, pavarësisht se kush e mban fëmijën në atë moment. E qartë. Nuk merr zgjidhje njëkohësisht dhe detyrimi ushqimor, i cili duhet fillojë që në momentin që ndahen prindrit, që një nga prindrit paraqet kërkesë padim për zgjidhjen e martesës. Se ky fëmijë nuk do presi një vendim gjyqësor të shkallës parë. Ndonjëherë vazhdon dhe mbas 2 vjet e 3 vjet në gjykatën e apelit, qoftë për të marrë, domethënë parat e duhura për të ngrënë, për të pirë, për të shkolluar fëmijë, qoftë edhe për të takuar me prindin me të cilët nuk bashkëton fëmia. Pra janë 2 probleme të cilat shumë herë lihen peng. Pse lihen peng? E para njerë sepse vetë qytetarët nuk e din çfarë të drejta kanë, por njëkohësisht dhe avokatët nuk bëjnë punën e duhur për t'i siguruar këto të drejta prindit i cili është qoftë i paditur, domethënë se kjo është më e rrezikshme, nuk e ka informacionin. Pra ai që është i paditur, pra që nuk e ka fëmijën me vete, qoftë dhe paditës i cili në atë moment që dorëzon padin në gjykatën e rrethit, pra padim për zgjidhje martese, duhet të përcaktoj, pra me një kërkesë të ndërmjetme dhe që detyrimi ushqimor të filloj që nga momenti që ata ndahen fizikisht. Jo ndahen fizikisht. Pra që paraqit padin në gjykat. Mund të jenë të ndarë fizikisht, se cilin në shpinë e vetë, mund të jenë në të njëjtën banesë, po janë akoma, domethënë, në konfliktet e tyre, se cili është në punën e vetë, dhe njëra palë ka paraqitur kërkesë padin në gjykat për zgjidhje martese. Nga këtë moment që përgjegjësia i takon, domethënë në këtë rast, si thua, është avokati i cili i orienton, shikon situatën dhe thot, po, është domosdoshme, do bëjmë dhe kërkesën për detyrimin ushqimor, që në momentin që është dorëzuar kjo kërkesë padi, dhe njëkohësisht do vazhdoj të takoj prindi. Nuk ka pse të presi njëri prind të sa zgjat gjyqi 6 muaj, 8 muaj, për të takuar fëmijën e vetë. Jo, duhet rregullisht të vazhdoj. Edhe nëse ka një problem të dhunës, problemi është më i vështirë nëse ka një problem për fëmijën, dhunë ndaj fëmijës, jo dhunë, domethënë ndaj njëri tjetrit, apo arsye të tjera, shkaqe të tjera të zgjidhjes së martesës. Kështu që nuk është normale, s'është hera e parë ky rast që prezantohet sot, po pafund raste kur përfitojnë dhe përdorin si një shkak për presion ndaj palës tjetër, apo si një hakmarrje ndaj bashortit, ish bashortit, apo ish bashortës, që mbajnë peng fëmijën, e mbajnë vetë duke mos e lejuar që të takoj prindin tjetër. Kjo nuk është normale, dëmi nuk i bëhet prindit, dëmi më i madh i bëhet fëmijës, i cili jeton si në kushte terrori, i cili ndjen peshën e konfliktit të 2 prindërve, urrejtje ndaj njëri tjetrit, fjalën që përdorin ndaj njëri tjetrit, dhe faktin që ai nuk takohet me prindin tjetër. Mund të kenë konflikta të 2, do zgjidhin martesën, por fëmia është fëmijë dhe i nënës dhe i babaj, dhe ai tani këtë situatë
kaq të vështirë psikologjike që përjeton fëmia, nuk e pse ja rëndon më tepër. Domethënë duke mos e lejuar që të paktën 1 ditë në javë, 2 ditë në javë, të shkoj të takoj baban, po këtë gjë kjo nuk është vullnetare, se shpesh trajtohet si vullnetare, sikur ti do t'i lutesh tani. A të lutem, pse s'po sjell djalin? O të shkoj t'i them policisë e tërë. Jo, është e mira e fëmijës që mban nëna, apo dhe kur e mban babai, që ta takoj prindin tjetër dhe të rritet i shëndetshëm mendërisht, psikologjikisht, më thënë traumat e njerëzve fillojnë që në vegjëli. E mendon ky fëmijë që ka parë kaq shumë gjëra në këtë konflikt, ka parë këtë inatet me njëri tjetrin, zënkat me njëri tjetrin, ka parë që nuk e ka takuar baban e vet, ka parë që mamaja ndoshta ka dhe këto probleme, unë nuk e di. Se zotëria bazohemi çfarë po thot Bukuroshi, si thot Bukuroshi që ka probleme. Por të mendosh tani që ky fëmijë mban peshën e reagimeve të vetë dy prindërve, peshën e reagimit të prindërve të nënës, të prindërve të babait, dhe një fëmijë 2 vjeç, 3 vjeç, 4 vjeç, ne vëmë në një luftë totale psikologjike për shkak pikërisht të mundësisë që kanë të dy prindrit, që nuk janë të zota zgjidhi me rrugë gjyqësore konfliktin, por duan të derdhin atë konflikt, gjithë urrejtjen, gjithë inatin, gjithë sharjet, fyerjet, duke menduar se kështu çlirojnë shpirtin e tyre. Prandaj unë kam dhe një gjë çik të veçantë që më vjen si reagim sot. Ju mund të keni pretendime për vendimin e gjykatës së shkallës parë të Elbasanit. Natyrisht që prisni një vendim në gjykatën e apelit. Normalisht. Por nëse e shfrytëzoni një dalje televizive pikërisht për të influencuar në vendimin gjyqësor, kjo nuk është e drejtë. Por ajo që është që dua ta theksoj për rastin konkret, Odeta, është që nuk kemi të bëjmë me një thjesht kapriço. Kemi të bëjmë ndoshta edhe një problem që ka të bëjmë me shëndetin. Po, që është serioze, patjetër. Mendore e tjerë. Në këto raste nuk lihen gjërat në vullnetin e palëve. Po këto gjërat kalojnë nëpërmjet mjekut familjes, nëpër mjekut specialist, edhe nëse bëhet fjalë dhe prioritare është jeta e fëmijës, atëherë ne me shumë dashamirësi duhet të zgjidhim një martesë dhe njëkohësisht të bëjmë dhe kujdesin e duhur që secili nga palët që ka probleme mjekësore të mundet të zgjidhen pa rënduar gjendjen e fëmijës. Mirë, më duhet të bëj një shkëputjen e parë, do të kalojmë në një këshill mjekësore dashumish dhe rikthehemi sërish bashkë live. Mirë, jemi rikthyer sërish bashkë live dashumish për të vazhduar historinë e Bukurosh Rudës, 37 vjeçari i cili kërkon kujdestarinë e të birit me pretendimin se nëna, ish bashkëshortja e tij, ka probleme të shëndetit mendor. I dashur Bukurosh, 8 muaj pas ndarjes fizike, nuk e takove 8 muaj gjys, nuk e takove djalin dhe ndonjë buxhet, le themi mujor për fëmijën, atë që Nexhi e sqaroi me detaje. Në atë kohë unë kam qenë në kurset e arrestit shtëpis, e kemi ka shku mamaja ime, mas disa kohësh, diçka një muaj, diçka me ndërhyrjen e policit, lagjës, sepse ajo nuk pranojnë asnjë, bile s'ka qenë një rast që ka pas në rrugë djalin dhe nuk e ka lënë ish vjerra që do takoj me fjalorin e tyre, dhe më pas ka dhënë mami me fjalë që çdo gjëja ka dhënë kesh në dorë. Pra ti ke paguar një detyrim mëshimor, pa pritur që gjykata të vendoste ndarjen dhe divorcin tuaj. Mami e takonte djalin 2 herë në javë dhe 2 herë në javë shkonte 50-100. Por ju e takoni djalin? Jo, në asnjë mënyrë. Madje as nuk flisja në telefon. Takimi juaj me djalin kur filloi? Ka qenë në 7 mars të 2024. Pas takosh, ma përshtaton. Pas 8 muaj e gjysmë pra. Pas 8 muaj gjysmë ti shkove dhe takove djalin. Po, kam shkuar, kam taku djalin në 7 mars. Por pse pas 8 muajve nëna vendosi ta lidhte djalin të takoje? Dhe 8 muajt e parë refuzoi. Ajo refuzoi, nuk di sepse nuk kam pas pikë komunikimi me të në asnjë moment. Po. Dhe tani që flasim, nuk kam asnjë lloj komunikimi. E qartë. Përveç kësaj që nuk kam komunikim, ajo ushtron një dhunë ndaj fëmijës, të cilët unë i kam dokumentuar disa kam sjell me foto, me video. Si ushtron dhunë? Se kjo është shumë e rëndë, që të vish në studio dhe denoncosh që nëna ushtron dhunë ndaj fëmijës 4 vjeç është e rëndë. Patjetër, është shumë e rëndë. Atëherë, më vjen djali në shtëpi. Sepse duhet ta sqarojmë dhe për publikun e dashur Nexhi. Pra, ka pasur probleme Bukuroshi muajt e parë pas ndarjes që nuk e takonte të birin, më pas nëna... Ka qenë vendimi i gjykatës
që unë e kam, ka qenë psikologe, jo, në atë kohë ka qenë seanca psikologjike që e kam taku më 7 mars. Më pasin pas 2 muaj që e kam marrë djalin, pas e marroj gjyqin. Nga i momente, deri më sot ti e takon djalin. Nuk e probleme dhe nëna nuk ta pengon. Takimin me djalin. Ka pas 2 raste të cilët ajo e ka penguar. Një rast për cilin ka qenë tani në fund, me pretendimin se fëmin nuk e ka dhënë një dite se ka shku në një vaki. Po mirë. Jo, ka shku me fëmin. Thot, ka shku me fëmin e ke në raportin e punojse sociale. Sepse vetë punojse sociale, cilën dhata e kam regjistruar, kur ka folur, ka thënë që fëmia nuk ka ardhur për arsye se ka shku në i vaki. Mirë, okej. Si mund shkoj një fëmijë 4 vjeçar në i vaki. Shkojmë tjera. Kjo gjë shumë e rëndë. Gjithsesi është e rëndë, por varet se si ka qenë udhëtimi, a? Ai mund të ketë vajtur vërtet në një vaki, por ka qenë me djalin, po ka ndaluar në një vend, ka pirë një kafe te një kushurir dhe ka vajtur 5 minuta për të bërë le të themi mbështellimin. Domethënë mos i marrin gjërat kaq shumë me detaje se Kështu ka thënë. Unë po referohem vetëm punojse sociale. Ma beso bukurosh. Dalin tek thelbësoria dhe problemi, ajo që ti kërkon. Më vjen djali vjen. Dalimi tek dhuna, sepse po akuzon këtë nën që ka ushtruar dhunë ndaj djalit. Nuk e akuzoj, unë akuzon djali. Unë nuk akuzoj se nuk kem qenë aty në prezencë të atyre. Unë nuk di të akuzoj njëri, përsa kohë që nuk kem qenë prezent. Djali vjen dhe më thot, më vjen i nxirr në ball, pjesën e ballit, më vjen i nxirr në krahët, më vjen i nxirr në pjesët e këmbëve, dhe së fundi në sy. E kam shku gjatë gjithë kohës, e kam shku në polici, nuk merr policia denoncimin. Dhe kjo është fakt. Atëherë mund na tregosh, djali ka ardhur me shenja në shtëpinë tuaj. Unë sa marrë e çoj polici. Bukurosh, është vetëm 4 vjeç dhe unë jam nën vet. Dhe sigurisht fëmijët më janë rritur, i kam më të mëdhenj se 4 vjeç sot, dhe atë periudhë e mbaj mend, kur fëmijët luajnë, bien, goditen, vriten dhe mund të kenë shenja, por nuk mund ta akuzosh nënin që e ka dhunuar. Prandaj do t'i jesh përgjegjës për gjitha fjalët që po nxjerr në këtë studio. Është goxha e rëndë. Plotësisht dakord. Nuk të thash e përsëris edhe një herë. Nuk e thot Bukuroshi këtë. Absolutisht. Dhe çfarë ka thënë djali konkretisht të lutem? Djali 4 vjeçar që mamaja më ofendon babin gjitha me radh fjalët nga më banalet, e thot që krye veprime të turpshme, e improvizon djali sipas videove që kemi nxjerrë herën e kaluar, dhe përveç kësaj, djali vjetë të vjen, shetë dhunë, shetë dukshme. Pra, nëse djali ty të nëzia dhe të bëtë ma vi kjo vetulla këtu, unë djali nuk e ka kam qunë në arena boksi. Djali qa thot për këtë gjë? Ka godit mami, thote. Ka godit mami. Ka qenë dhe një rast në dark që thot qanë, e këta kam dërgu dhe atë në video, më mos gabosh a ke po gjithsesi të lutem Bukurosh, jo nuk kam transmetuar. Ne nuk mund të nxjerrim, janë të rënda disa video. Ti ke sjell për të faktuar, po një fëmijë që qanda ankohet që është goditur nga nëna, por nuk mund të nxjerr sot të transmetim. Por ajo që është më e rëndësishme, i e drejtuar ti policisë për këtë situatë? Patjetër që po. Çka bë? Në rastin kur unë jam drejtu policisë për dhunën fizike, për dhunën për kryen e veprimeve të turpshme, po marr vetëm të rast, se e kam dosjen aty. Se janë shumë të rënda këto. Shumë e rënda. Ai ka bërë një mbyllje të dosjes brenda 24 orëve. Që do të thotë, brenda 24 orëve ka bën 9 minuta ekspertimi e psikologës, pra psikologja ka mbyllur brenda ditës, dhe ka thënë, a thu se unë kam çu djalin, edhe kam thënë, a është normal ky djalin? Ata kanë thënë, po, e ke normal djalin. Është e faktuar nga psikologja. Që do të thotë, de facto djali ka drejt. Nuk e shpjegove ta mama, 1 minutë. E ke bërë denoncimin në polici. Po. Policia merr ekspertët, policia natyrisht që merr ekspertët, qoftë psikologën, qoftë mjekën e tjerë. Dhe pastaj, mbasi e verifikon e tjerë, vendos nëse do e hapi çështjen gjyqësore për ta hetuar këtë gjë, ose ndryshe do të kthejë një përgjigje që nuk ka vepër penale, mos fillim të çështjes penale. Atëherë ju çfarë përgjigje keni marrë dhe si e keni ndjekur këtë gjë? Sepse ju keni bindjen që djali juaj dhunohet nga nëna. Atëherë si e ke ndjekur mbas asaj përgjigje që ke marrë nga prokuroria? Atëherë, i kam kërkuar kopjen e dosjes. Se çfarë veprimish, se nuk dija se çfarë veprimish ka bërë prokurori. Jam skandalizu në atë kopje dosjes që ishe kjo që sa po thash më përpara. Pra i mbyllje për 9 orë e psikologës dhe mbrenda 24 orë për djalin, në ana e prokurorit për mos fillim çështje.
Mbase më kalon afati herën e parë. Herën e dytë ma përsëri djali dhe shkoj bëj prap denoncim për të njëjtën gjë. I tash bukurosh. Dhe e kam sot se po kuptoj që s'ke marrë zgjidhje në rrugën ligjore, por të lutem. Ndoshta ajo nën, që është një fatkeqësi shumë e madhe, theksoj, mund të ketë probleme serioze me shëndetin e saj mendor dhe mund të jetë të vërteta të gjitha këto që thot Bukuroshi. Por ajo që mua më bën habi, ishnusja juaj me djalin e vogël jeton tek nëna dhe tek babai. Po. Ti ke shkuar sepse sido që të jeta është një gjyshe dhe një gjysh që e shikojnë që vajza e tyre ka vërtet probleme serioze, e dhunon nipin, bën veprime të turpshme, ata do jenë të parë që do marrin masa për atë fëmijë. Si ke shkuar? Kemi patë raste, Odeta, i kemi trajtuar dhe në studio që nuk denoncojmë prindrit. Jo, ke shkuar ke kërkuar ndihmë? Është detyre e zotërisë që është këtu në studio që të shkoj ta denoncoj ke policia. Jo, patjetër. Thot që kam denoncuar tani, thot dhe çështja është në gjykatë. Se kam apelu vendimin e atij prokurori. Atëherë, ai je një hap më përpara. Për koincidencë është prokurori i penales me gjyqtarin e penales që kanë qenë në vendim. Mos hym në detaje se për koincidencë. Pra, je një hap më përpara. Tani këtë siguruar që çështja që ju keni denoncuar dhunën e ish bashortës tuaj, mamas, ndaj fëmijës dhe kam kërkuar të pyetëm dhunë. Po, s'është pyetur. do të thrasin ata dhe ti mund të kesh gjeni, po do të thrasin gjyq. Ka kalu çështja e gjykatës, ka thënë prokurori. Po, gjykat, s'ka gjë, s'ke patur në gjë që ti të. Jo, i kam thënë ka materiale. Po, mimi do pyetesh në gjykatë, se e pala më. Do vi momenti që do pyetesh. Do pyetesh në gjykatë nëse ata nuk varet kanë marrë denoncimin e parë, dytin tuaj në tëra, i kam patur fjalët e tua dhe tani trajtojnë gjykat. Pra je një hap më përpara. Dhe nëse i ke bërë këto, ke bërë shumë mirë dhe këtë do ta bëjnë çdo prind i cili shikon që për arsye nga më të ndryshmet fëmia dhunohet. Tani nuk jam unë që e përcaktoj këtë gjë, as ne në këtë emision. Natyrisht që gjykata do marri ekspertët mjekësor, ligjor, natyrisht do marri psikolog, edhe do t'i verifikoj të gjitha këto akuza që janë bërë, në mënyrë që të vërtet të marri një vendim, dhe ma mërmendja mbas atij vendimi, i linte drejta njëkohësisht babait që të kërkoj dhe të hiqet kujdestaria e fëmijës, nënës fëmijës, qofse gjykon që ka ushtruar dhunë, dhe të marrë kujdestarinë e vet. Të lutem, dua të pyes, në momentin që fëmia të tregoj që dhunohej nga nëna dhe akoma më rënd veprime të turpshme që nëna bënte para fëmijës, ti me ish-vjerrën e ke marrë guximin të flasësh? Unë kam marrë guximin, jo guximin, po unë disa herë kam shtrirë dorë. Përgjigja ka qenë fjalë ofenduese për plasje dere, sepse dhe kur unë marr fëmin, ama asaj nuk del vetë Gjiljola. Në asnjë rast të vetëm Gjiljola nuk ka dalë të Gjithsesi, gazetarja ime, Klaudia, ka udhëtuar paraditjen e sotme, thashë në fillim programit, drejt qytetit e Elbasanit, për të gjetur banesën e zonjës Gjiljola, për të trokitur dhe për të marrë një version dhe për të ditur edhe arsyen pikërisht që pse ajo është në këtë gjendje për të marrë një përgjigje nga nëna dhe prindrit dhe pse ka arritur situata deri në këtë pikë. Gjithsesi, Klaudia, gazetarja ime, është e përgatitur që kur të shkonte aty të kishte pranë edhe një psikologe, gjithë me mendimin që Gjiljola mund të ketë probleme shëndetësimi mendor dhe në praninë e një psikologe do zhvillonte një bisedë, por gjithë synimi ishte të merren në intervistë nënën dhe babain e Gjiljolos, të cilët do na tregonin dhe situatat. Kështu që do kthehemi bashkë nga monitori dhe të dëgjojmë. Pas bisedës me Bukuroshin dhe nënën e tij, në fshatin Shushic, rreth 7 kilometra larg qytetit Elbasanit, udhëtuam drejt banesës ku jeton ish bashkëshortja e tij, Gjiljola. Nga rrugët e ngushta të fshatit, zbritëm drejt qytetit. Pas disa minutash kërkimi, arritëm pranë banesës ku qëndron ajo dhe trokitëm në derë për të marrë qëndrimin e saj lidhur me akuzat që ish bashkëshorti ka ngritur publikisht. Pas akuzave që dëgjuam nga zoti Bukurosh dhe zonja Fiqirete, tani kemi ardhur pranë banesës së zonjës Gjiljola, mamas së djalit të mitur, të trokasim dhe të dëgjojmë versionin e saj të kësaj historie. Përshëndetje, si jeni? Atëherë, ne kemi ardhur në emër të zotit Bukurosh, ka ngritur disa akuza kundrejt jush, dhe do të dëshironim të dëgjonim dhe pjesën tuaj të historisë, nëse ju do është atë buka. Ndryshe nga zoti Bukurosh, zonja Gjiljola dhe familja e saj nuk pranuan të flisnin për kamerën tonë. Për këtë arsye do ta vijojmë këtë çështje nëpërmjet institucioneve për të kuptuar se si do të zgjidhet ajo. Kështu, versioni i Gjiljolos për historinë
mbetet i pa dëgjuar, duke lënë të njëanshme dëshmitë e deri tanishme nga Bukuroshi. Ajo nuk do të asnjë lloj prononcimi se gjithmonë. Pra, ti e di këtë lloj përgjigje. Pajtori nuk i jep asnjëherë prononcim. Sepse e dashur Nexhi edhe Bukurosh, më bëri përshtypje, i zhvjera vetëm i fjali, tha gazetares, Bukuroshi këtë pun ka. Pa, atë pun ka, thot. Dhe mbylli derën. Prandaj dhe e pyeta që ke folur me ata njerëz, nëse problemet janë kaq shumë serioze, një gjyshe nuk mund ta lërë nipin e saj. Nuk është... Apo të bien e saj në atë gjendje. Nuk është se a ka marrë iniciativë, e kam shtrirë dorën, po ta përsëris edhe një herë. Unë jam një njeri që shtri dorën gjithmonë për bashkëpunim, se jam i pasën në dërgjegjen time, se unë kur nuk kam bëjt me këtë lloj ngjarje. Si është shëndeti Xhiliolës, apo vazhdon me të njëjtën situatë? Simbas djalit më thotë që qanë çuni, thot, sepse e rreth thot gjymi i thot i zhvjerrit, me mirën thot, nuk thot nana mia, me mirën thot, rreth mamin bam thot i gjunë thot, qanë çuni thot se rrafin mamin. Nuk e di se për çfarë arsye bëhet kjo, unë di që na djali Xhiliola nuk shkon në punë, sot e kësaj dite, që flasim, nuk di sa e vërteta, se nuk i kam hyrë kur kësaj verifikimi, se nuk merrem. Por sepse një fëmijë i vogël të tregoj këto gjëra përpara një psikologe, do të ishte hequr kujdestaria asaj nëne. Në mënyrë automatike, për shkak se ka probleme të shëndetit dhe nuk është... Akti ekspertimit psikologjik është bërë i njëanshëm, është bërë vetëm fëmia në duart e nënës. Po unë do kishim kënaqësi më të madhe, sikur Klaudia ti kishe marrë me fjalë, ajo të kishe bashkëpunuar me Klaudian, ti kishe dhënë intervistën, dhe ti do shikoj, ju do shikojnë, ndjes me për termin, ju do shikoj se sa i tulatur rria i fëmijë në ata banesë. Kur të del ai fëmijë që më del mu, më del shumë i prekur si fëmijë. Dhe shumë i mbyllur. Dhe momenti që vjen në mua hapet. Si quhet? Miranda. Unë që zonja Miranda, jam e sigurt që është duke na ndjekur, sepse ajo e di që ju do të ishit sot në program sërish. Uroj që të na ndjeki sot, uroj të reagojë dhe nëse ajo dëshiron të hapi derën për studion e emisionit Pa Gjurmë, ne do të vim sërish drejt Elbasanit e dashur Miranda për të dëgjuar dhe versionin tuaj. Është e rëndë që këto probleme brenda 4 mureve që qëndrojnë të përhapen edhe në publike, kuptoj edhe rëndesën psikologjike të një familje, sepse qyteti Elbasanit është i vogël dhe njiheni, por gjithë qëllimi është që të gjetet një gjuhë e përbashkët për hir të atij fëmije. Po zonja Nexhi. Unë do ta këshilloja zonjën Miranda, meqense ndjek këtë emision, që duhet të jetë bashkëpunuese, nëse media trokit në portën e saj nuk e bën ato për spektakël, por për ta ndihmuar zgjidhjen e çështjes, nuk më pëlqen as pak që vuri një mur të madh, domethënë atë punë ka Bukuroshi. Këtu nuk bësh fjalë për ish-dhëndrin e saj, këtu bëhet fjalë për një fëmijë që ajo ka në shtëpi dhe që interesi i asaj gjyshe është që ai fëmijë të jetë i lumtur. Kështu që nëse ka pat, sepse ajo ka dëgjuar gjithë historinë e marrëdhënies, i ka parë dhe konfliktet që kanë qenë edhe mbas zgjidhjes martesës. Kështu që duhet jetë ajo gjyshe interesuar që nëpërmjet një studio televizive, pra me një ndërmjetësim në këtë rast, të mundët të sheshohen shumë probleme, se ndonjëherë dhe gjyshi nuk i zgjidh ashtu siç duhet. Ndonjëherë psikologët, për arsye nga më të ndryshme, ka marrë përsipër një gjë të vështirë, duke mos u treguar të drejta, por duke treguar të anshme. Kështu që po kanë rrezikuar vendime gjyqësore, të cilat nuk janë efektive. Kanë rrezikuar marrëdhëniet e 2 prindërve, 2 ish-bashkëshortëve, kanë rrezikuar marrëdhënien e drejt, një prindërim të drejt, efikas për fëmijën që i bën mirë fëmijës. Kështu që përgjegjësia e tyre është shumë e madhe. Sepse gjykata ndonjëherë dhe gjyqtarët justifikojnë që këtë raport më solli psikologja. Ajo tha që marrëdhënia e fëmijës është e mirë, gjendja është e mirë, ka takuar baban, ka takuar nënën, ndërkohë që psikologët janë specialistë të mirëfill, që vetëm nga një lëvizje e syve, e buzëve, nga vizatimi një fëmije, nga mënyra se si qëndron, nga reagimet, arrin të japi një mendim shkencor. Megjithëse ka debate për termin shkencor, po është mendimi më i specializuar se çfarë ka ndodhur ka ai fëmijë dhe në ç'gjendje gjendet ai. Mirë, do bëjmë një tjetër shkëputje dhe do rikthehemi sërish në studio, do të kalojmë në pjesën e dytë, vetëm pas pak dhe Bukuroshi ka të tjera mesazhe që do përcjellë ditën e sotme.
Mirë, jemi sërish bashkë live dashur miq dhe i dashur Bukurosh dua të pyes. Të gjitha këto situata që tregove në studion e emisionit Fajgjurmë, që fëmia dhunohet nga nëna e tij, kryen vepra të turpshme nëna para fëmijës, ti po tregon që me fëmijën, jo para fëmijës. Me fëmijën. Ose kjo është shumë e rëndë. Është me fëmijën. E pretendon fëmia ti improvizon. Ti nuk e ke, ju nuk e keni idenë që po na shokon tani. Është shumë e drejtë fjala, por nuk e keni idenë që kur erdhi Klaudia në shtëpinë tonë, po gazetarja, nderuara, dhe fëmia shoferit, teksa po bënte muhabet si u fut në zemër ai për shkak të makinës, ai ka qef makina. E qartë, shoferi reportit. E pyeti ai që si është mami, ç'a bën me mamin? Ai tha mami më bën këtë veprim, s'pa e them unë se improvizon djalë. E tha përpara stafit të Fajgjurmë. Po, e ka thënë aty. Nuk ishin në efektin e kamerës, ishin janë shumë të rënda se janë po ta marrësh djalin të njëjtën gjë do të thotë në çdo moment. Unë ta sjell nëse doni me anë të një psikologi që thjesht ta shikoj. E dashur me Xhim. Në Francë apo në Itali apo në zhvend të botës, një gjë fare minimale që një prind të bëjë ndaj fëmijës, i heqin kujdestarin dhe e marrin fëmijën e çojnë në qendër. Marrin fëmijën e çojnë në qendër. Ndërsa në këtë rast, një nën e cila vazhdoj ta theksoj, nëse ka probleme shëndetit mendor, është një fatkeqësi, është e papërgjeshme për veprimet që bën. Kjo është një fatkeqësi. Por çfarë bën shteti jon në të tilla raste? E para njerëz që babai i fëmijës e ka bërë denoncimin. Dhe po do të presim një vit apo 2 vite sa gjykata të japi vendimin. Shpresojmë që gjykata e Elbasanit të mundet të trajtojë me seriozitet, me përgjegjësi, domethënë dhunën që pretendon babai i djalit se e joma ka ushtruar ndaj fëmijës. Nuk themi dot se s'kemi këtu provat, nuk kemi ne që do vendosim. Tani, rastet të tilla nuk presin, nuk duhen që të presim radhën neve, kur ka zgjidhje të tilla martese dhe kujdestari fëmijë që janë në situata ku konflikti zjen çdo ditë. Është detyra e avokatit që ka, Bukuroshi, që të mundet nëpërmjet një letre të shkruajë gjykatës apeli që kjo çështje duhet të zgjidhet sa më shpejt, sepse është një situatë në konflikt dhe bilesia shpjegon se për çfarë arsye. Dhe çfarë është më e rëndësishme, që avokati i Bukuroshit do të ketë gjitha provat materiale, të mendojë të gjitha argumentat për të provuar se me këtë duhet të rri djali. Duhet të rri me baban, ky duhet ta ketë kujdestarin, ky duhet ta mbajë gjatë gjithë kohës. Lufta e Bukuroshit kjo është, të fitojë kujdestarin e djalit. Ky duhet ta mbajë nëna ka probleme. Dhe mundet ta çojë që të rri me orme të jemën, nëse ka probleme e jema. Gjithnjë. Ta po themi, pra nëse ka, dhe biles mund të përcaktohet vendim që edhe kur e takon të jetë prezent aty ose një psikolog nga ana e përmbarimit, ose domethënë ka zgjidhje në mënyrë që gjithçka të jetë e kontrolluar. Kështu që përgjegjësia e avokatit të Bukuroshit dhe vetë Bukuroshit është shumë e madhe, gjithnjë duke patur parasysh që duhet të shpëtojmë një fëmijë nga situata ku ai nuk është mirë, nuk ndjehet mirë dhe mund t'i krijohen pasoja për gjithë jetën e tij. Zëni Xhi, ajo që unë nuk arrit të kuptoj është, pse shërbimi social në të tilla raste nuk ndërhyn? Ne kemi raste në botë që shërbimi social me njëherë merr fëmijën dhe sigurohet fëmia në një vend të sigurt dhe pastaj zhvillohen gjyqet dhe vendos gjykata. Por fëmijës i jepet siguria. Çfarë ndodh kur bëri denoncimin zotëria në polici që ka ushtruar dhunë, se më ka ardhur djali i nxirë e tjera, është detyrë e policisë, e cila njofton menjëherë psikologun, shërbimin social, edhe vjen dhe verifikon. Biles ka ekspert nga më të ndryshmët, oficer të policisë gjyqësore, të cilët nuk ka nevojë që të shkojë ky të denoncojë më, po ata vetë e ndjekin çështjen edhe verifikojnë që ka vepër penale, ka rrezikohet jeta e fëmijës, rrezikohet shëndeti mendor i fëmijës e tjerë. Pra, shteti i ka të gjitha levat e veta, i ka të gjitha për t'i lëvizur dhe për të nxjerrë të vërtetën, sepse shumë herë, domethënë, dhe në media trajtojnë çështje se thuajnë gjëra, ndërkohë që duhet vinë mendimi një specialisti. Domethënë,
që kur denoncoj ky që ma djalim ka ardhur me shenja dhune, atër ishte detyrë e prokurorisë së Elbasanit, që në mënyrë që ta hetonte çështjen. Ndoshta s'ka pat një rast, si thua, s'ka patur arsye. Eksperti ka verifikuar që nuk ka qenë për shkak të dhunës së ushtruar nga një person nga nëna vet. Po mund të jetë rrëzuar e tjerë, thot mjeku aty gjë. Por ama ty kur të vjen një denoncim, ti e ke në prioritet. Domethënë, e ke aty një denoncim dhe ti duhet ta ndjekësh tani. Nuk duhet ta lësh qytetarin vetëm në kërkimin e vet. Sepse qytetari të erdhi të denoncojë një herë, ti tani si shtet, si institucion që merresh me të drejtën, që merresh me hetimin e veprave të ndryshme penale, që ka të bëjnë me jetën e njerëzve, se e drejta më e madhe e njeriut është e drejta e jetës. Mirë sot që ndodhi thjesht një goditje, po mund ndodhi dhe një gjë më e madhe, që ka të bëjnë me jetën e fëmijëve. Pra janë të gjitha institucionet, pse ndodh thotë s'bëhet në Shqipëri, jo bëhen, se institucionet janë, paguen nga shteti, harxhohen fonde, janë pikërisht mungesa e përgjegjësisë, njëkohësisht dhe e llogaridhënies për ata personat të cilët nuk e bëjnë detyrën siç duhet për ata për cilën ata paguajnë. Mirë, do bëjmë dhe shkëputjen e fundit dhe padyshim që me ty Dashur Bukurosh do e mbyll ditën e sotme, por dua të prezantoj një suplement në këto momente, bëhet fjalë për prostatolin Dashur miq, është një suplement ushqimor i destinuar vetëm për popullatën e rritur mashkullore, e cila ndihmon në problemet dhe funksionimin e prostatës. Një unim me prostatolin dhe rikthehemi sërish bashkë live. Mirë, jemi rikthyer në studio dhe jemi në minutat e fundit. Po, Bukurosh. Zonja Nexhi ka shumë të drejtë me arsyetimin që ka, normalisht është prej profesioniste, të vërtet, por puna është që policia në gjithë të gjëra që kemi thamë më lartë, kemi marrë si rezultat vetëm heshtjen dhe asnjë lloj lëvizje. Por uroj dhe shpresoj që institucionet të na dëgjojnë dhe të merret masa për atë fëmijë gjithnjë nëse është në rrezik jeta e tij. Është jeta e tij përdesa të vjen një herë, 2, 3, 4, 5 e shumë herë me shenja, do të thotë që është një rrezik të madh. Përdesa djali thotë fjalë të tilla, normalisht që është një rrezik të madh. S'diskutohet ajo pjesë, por te pjesa e avokatit, avokati e ka bërë kërkesën e tij në apel për paraqitur këto raste dhe bashkangjitur me këto dhe diskun me prova dhe fakte. E qartë. Po shkoj drejt fundit. Ke një mesazh ditën e sotme për ishnusën tënde dhe familjen e saj? Që janë duke na ndjekur. Atëherë, mesazhi im është përsëri shtrirje dore për të mirën e djalit, që ajo të lejtë që djalin atje ku do djali. Po vjen keq për atë fëmijë nëse kjo histori që ti rrëfeve në studion e emisionit pa gjurmë është e vërtetë, është skandaloze, nëse institucionet heshtin dhe urojmë më të mirën për atë fëmijë, për djalin tuaj. Falenderoj Bukurosh, do mbetemi në kontakt bashkë. Falenderoj zonja Nexhi që të pata në studio. Mirë, të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe përmes ditën e sotme. Unë ju falenderoj që ndrohet me mua deri në fund të programit. Ne bashkë do ritakojmë sërish, ju e dini që pa gjurmë është çdo ditë nga Hana të premte ora 16 këtu në ekranin e Report TV. Bashkë mirupafshim.